opinionin e Labit për të trevë me emër të mirë, me një zë të mirë, me një opinion të mirë, si dhe me një CV të mirë publike. Unë dua të jap shpreh dhe konsideratat e mia për komunën që kujdesi saj në këto vitet e fundit ka qenë i vazhdueshëm dhe vazhdon të mbetet i vazhdueshëm, duke treguar, si thua, vëmendje për pasrim, për higjienizim, por edhe për të pasur një rregull dhe rend dhe qetësi në këto territore ku pushojnë me mira, por shumë sfera. Për të përfituar nga ky rigjallërim i plazhit Semanit, ç'duhet bërë më tej? Plazhi i Semanit ka nevojë për dorën e kujdo, e të cilit do, po e quaj. Sigurisht që unë po e mbështes kujdesin në 3 kolona. Çpari, nuk është detyrë e qeverisë vendore ose e pushtetit lokal të ketë vëmendjen e duhur për investimet në atë zonë. Këtu duhet jetë kujdes edhe i vetë qytetarit, që qytetari ta ndjej si pronë dhe pasuri në shtëpinë e vet, si një pronë dhe një pasuri që rrallë vende e gëzojnë dhe e kanë. Por këtu duhet jetë dhe dora e qeverisë. Unë shoh një gjest të mirë. Biznesi fjerak, dhe ndërsi bizneset që janë aktivizuar dhe vendali i treve së Myzeqesi ka luxuar këto 2-3 vitet e fundit atje, bën në maksimum, si thua, angazhimin e tij për të pasur higjenë, rregull, shërbim kulturor të natyrës së zonës së Semanit. Dhe kjo ka rënë në sy dhe vazhdon të bjerë në sy. Dhe kjo është merit e biznesit fjerak. Dhe ta duan më shumë vëmendje, duan më shumë përktheli në kuptimin e mirë të fjalës, të stimulohen jo vetëm me këto mini shërbime dhe me këto mini investime, por të delin detyrë imediate e qeverisë madhore që plazhi i Semanit, si një plazh i virgël që është, duhet me çdo kusht të ndërtojë një master plan ku atje çdo pllëm tokë të jetë e kuadratuar, e parceluar se çfarë duhet ndërtuar dhe çfarë duhet investuar. Atje do të